O thuaj se shumica e vajzave që kthehen në bjonde janë të detyruara të dekolorojnë flokët. Të rralla janë rastet kur floku juaj shkon në tonalitetet e bjondes vetëm me anë të bojës. Aq sa të bukura janë flokët bjond pas dekolorimit, aq edhe të dëmtuara mund të jenë ato. Dekoloranti përmban shumë kimikate që shkatërrojnë flokun. Ngjyra juaj mund të ketë dalë perfekte, tani është radha juaj të përkujdeseni për flokët. Ja disa këshilla të rëndësishme si mund ta riktheni flokun tuaj të shëndetshëm. Pini shumë ujë. Dekolorimi i flokëve mund të ketë tharë flokët dhe lëkurën e kokës, kështu që është e rëndësishme të pini shumë ujë për të ndihmuar në hidratim. Përdorni produkte cilësor me bazë uji. Përdorni shampo, balsam dhe mask floku me bazë uji për të ndihmuar në hidratim. Shmangni produktet me alkool dhe paraben sepse floku juaj është tashmë i thatë, nuk do të dëshironte më shumë thatësi. Bëni shpesh masazh flokut. Përdorni një produkt për të masazhuar skalpin tuaj që të ndihmojë në stimulimin e qarkullimit të gjakut dhe për të ndihmuar në rritjen e flokëve. Përdorni produkte me keratin. Përdorni produkte të forta me keratin për të ndihmuar në ripërtëritjen e flokëve dhe për të ndihmuar në qëndrueshmërinë e tyre. Evitoni daljen në diell. Evitoni daljen në diell pa mbrojtje për flokët tuaj, sepse kështu do të shmangni dëmtimin e mëtejshëm nga dielli. Bëni shpesh maska në kushte shtëpie në mënyrë periodike. Vetëm kështu do të shihni rezultat. Përdorni edhe vitamina nëse dëmtimi ka qenë shumë i rëndë nga dekoloranti. Këto janë disa nga këshillat më të rëndësishme për të kujdesur për flokët tuaj pas dekolorimin. Sigurohuni që të konsultoheni me parukier profesionist për të marrë rekomandimet më të mira për flokët tuaj, pasi ndonjëherë flokët janë vetë shumë të dobët sa nuk e përballojnë dot fare dekolorim.